zoti Manxhari, është kënaqësi të jemi së bashku në këtë blok të Bashkimi lidhë. është bafshatari im, shok e vëlla, rrethna i familje zakonisht e mirë, xhaxhai tyre i quajtur Qasim Laçi, ka mbajtur flamurin e nën prefektit të kohës mbretërisë dhe quhet Qasim Laçi. Sa rrejullin ke këtu në këtë vend? Po, unë kam rreth 58 rrej. Këta në linjë. Po i kam përfituar se kam pasur, kur u bë reforma që unë nda, unë kisha fëmijë, shumë. Po. Edhe si mbas ndarje si u bë, se unë kam qenë punëtor, kam 8 fëmijë. 8 fëmijë, të rrojnë 8 fëmijë është. Dhe 8 nga 8, 64, dhe kaq. 64 ka shkuar fizik. Ullin. O, fizik ka vajtur 56 dyer familje. Po. Ju e doni Ullirin, i shërbeni, e konsideroni si bazën e ekonomisë tuaj? Dëgjoj, nuk Ulliri është vetë zona kodrinore që i përshtatet Ulliri. Ju ka falur Zoti diellin, klimën? Nuk ka lënë me, vetëm nuk na ka dhënë neve me të tërë që të punojmë. Se ka dhe dembela nuk punojnë të gjithë. E megjithatë ne shikojmë një bujqësi të bukur, të vogël po të bukur. Këtu paka shumë, fshati jonë punon.